Trysnie e cila bie mbi të gjithë politikantë, mbi të gjithë deputetë e Kuvendit të Kosovës dhe sidomos mbi liderët e partive politike. Kjo trysni lidhet me stabilitetin e vendit tonë. Më thonë, na jemi futur në një cikël zgjedhjes tash 2 vite dhe nuk kemi stabilitet politik, e unë mendoj që me gjithë ato, përtej çdo, si më thonë, dallimi tjetër, do duhet me qenë prioritet ky, po jo me çdo kusht. Nëse ne nuk e konsiderojmë një marrëveshje të dobishme për shoqërinë tonë dhe për shtetin tonë, mendoj që nuk do duhet me u konsideru, por e vërtet që trysnia për me pas institucione stabile është një trysni me cilën ballafaqohen liderët e partive politike. A rrezikohet Kosova për zgjedhje të reja tash në këto matematikat aktuale, me këtë pezullim, me afatet kushtetuese që rrjedhin? Konfiguracioni politik aktual është shumë i disfavorshëm. Në kuptimin që, si më thonë, matematikisht është problem me u arrit një stabilitet politik i cili kishte me zgjedh presidentin, rrjedhimisht edhe me pastaj institucione tjera stabile, edhe për shkak tash e pamohueshme, e vërtet, edhe për shkak të rrethonave në LDK. Më thonë, LDK edhe praç deputet sa i ka, megjithatë nuk, me sa po shihet, nuk është e gatshme me marrë një qëndrim unanim, karshi një marrëveshje politike, pa e kalu qëtë procesin e mbrëmshëm, i cili është kërku tashmë nga një pjesë e delegatëve të Kuvendit LDK-s. Është fol që degë të forta, po e them, me fuqi politike, e kanë inicu këtë proces. Është Peja, Lipjani, një degë e Prishtinës, a ka qëndrim të gjitha degëve që dihen brenda LDK-s? Pati një farë mbledhje ku munguan këto degë, një kolegjium të degëve nëse s'ka bojnë në emërtim, dhe pati një deklarat përbashkët, po a ka qëndrim se cila degë dhe qysh është qëndrimi i Mitrovicës në këtë rast, me qenë se veni nga ti? Qaris për me sharu kështu tërësisht unë nuk reprezentoj një pozicion politik LDK-s, me që nuk jam delegat i Kuvendit LDK-s, po me gjitha to si një farë autoriteti moral, le të themi, edhe asoj degë atje. Kandidat nga ajo degë. Po edhe duke qenë kandidat në zgjedhjet e fundit për deputet nga ajo degë, nuk e di saksisht se sa prej tyre ka nënshkru këtë peticion edhe kush e ka nënshkru, nuk e kom po. Edhe nuk është që kom pas në farë insistimi si me thonë, me ditë, sepse në fundit kjo është një proces demokratik, LDK-t cilin e garantën statuti LDK-s, delegatët janë, le themi, vullnet lirë për me vendos, edhe në fundit është Kuvendi. Po, për me këthy asaj që e thatë jo disa degë të forta, unë endoj një mendim personal tash e ka herë, vazhdoj me mbrojt, insistoj, mendoj që LDK-ja do të mjë këthy ose do të me bo një ndryshim statutar. Në që kryetari LDK-s do duhej me u zgjedh si pas një sistemi tjetër, një antar një votë. Sepse kësisoj, ne këshim me ikë, këshim një shmangë që të i presionit, trysnis, edhe ndikimit që disa degë eventuale, disa degë të forta e kanë për herë të kryetari LDK-s. Edhe menoj që kryetari LDK-s gjithmonë është nën që të trysnin e disa balanceve të mbrëmshme politike, për shkak që